kur një biznesmen si jo që ka arrit shumë më të mira monetare dhe ka arrit një sukses aq të madh dhe kthehet edhe punon përsëri me veten, çfarë mesazhi është kjo se ku mund ta gjejmë lumturinë, nuk gjendet ajo tek benefitet që ti sjell një biznes, apo është më shumë te bota jone e brendshme? Absolutisht te bota jone e brendshme. Domethënë, financat, biznesi, paret janë energji që të vynë, janë ta japin bazën, por kur nuk ta japin lumturinë. Domethënë kur nuk mundesh mu plotsu me çfarë do kerri, me çfarë do shtëpie, me çfarë do banese, me çfarë do sene materiale, ato s'mund kur me ta dhon çat sen që të kërku. E njerëz të kërkojnë çata. Unë me 27-8 vjet, domethënë anë pa emri 30 vjet i kam pas gjitha. 3 biznese, familje, shtëpi, gjitha. Po jam di shumë bosh. Domethënë e kam pas që toni në sen që jam ka nisën e çtruktim, që më thon, "Keq të sen e pikam, pse s'jam i lumtur? Çka është problemi me mu? Çfarë problem kam?" Sepse jam kon të shtyp çat traumën edhe të marr çat energjinë e traumës veç me kriju, veç me punu, workaholic, ka 15 orë në ditë veç me kriju. Po ndal me dëgju veten. Pikërisht.